Pak ditë përpara supersfidës Anglisht-Shqipëri, futbollisti kombëtar shqiptar Kristian Aslani ka thënë se janë të përgatitur për të luajtur me zemër në Wembley. Në konferencën për shtyp nga shtëpia e futbollit, Aslani foli edhe për një batutë me shokët e skuadrës tek Interi. Fizike, shumë teknike, se lojtarët atyre i njohim shumë mirë. Besoj se du të shkojmë aty dhe nuk mendojmë shumë, tryjmë me shpirt me zemër edhe mos vëmë aty si turist, se gjithmonë ku hymë fushë, hymë përfitore. E dim kjo është e vështirë, po siç thash, do punojmë këto 2-3 ditë dhe do shkojmë aty me shumë shpirt. Po, janë tallur gjithë, kanë thonë do merrni 6-7 gole dhe do ikni në shtëpi. Nedim Bajrami nga ana tjetër u shpreh gatshëm për sfidën e së premtes kundër Anglisë, edhe pse kohët e fundit nuk ka qenë titullar fiks te skuadra e tij Rangers. Besoj se 6 muajt e para kam filluar mirë te Rangers, pastaj kohën e fundit s'kam pas shumë minuta, por kjo është pjesë e futbollit, kështu që unë jam gati, kam qenë gjithmonë fit edhe kam ushtruar edhe s'kam humb asnjë stërvitje. Grupi është i plotë dhe me rikthimin e Armando Brojes dhe do të bëjë gjithçka për një rezultat pozitiv në Wembley.